nuk ka nevojë ta presin rezultatin e komisionit të zgjedhjeve. Exit polli i Klan Kosovës po a konfirmon informatat nga terreni se pushtetin në Gjakov do ta kenë edhe për 4 vitet e tjera. Kësisoj Ardian Gjini me bashkëpunëtorët e tij në Aleancën e Ardhmërisë me 56.03 të votave, e mposhti emnakun e tij me mbiemrin Gola nga vetvendosje. E në festën e fitores, qytetarëve u dha një premtim. 4 vite që japshëm, ka me qenë me angazhim edhe ma të shtumë, se këtë që e lëmë pas, kërkoj që t'jenë të motivuar, punojnë, t'jenë disponuar në punët e tyre që kemi qenë në kohën e kalume, për shkak se po që Gjakovën kemi bo një komunë model, një komunë të jashtëzakonshme. Mandatin e tretë si kur Gjini e fitoi edhe bashkëpartiaku i tij, Bali Muharremaj në Suharek. E ky rrugës për të qendra qytetit, ku pritej nga përkrahasit e mori një urim unik nga një mik unik. Lujta pimen, varamiz! Pa lujta, bro! Pasha zotën po! Me këtë humor nga urimi Ramiz Ladrovcit, doli para qytetarëve ku premtoi se do vazhdoj të jetë kryetar bashkëpunues. Fitoria është e juja. Fitoria është e gjithë qytetarëve pa dallim politike. Unë jam kryetari i gjithëve. S'ka ndasi. Këtë moment, edhe për këtij momentit jam kryetari i gjithëve. Mirë po, do të vazhdojmë bashkë. Pozit e opozit. Edhe Zenone Leza i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nga e djela mori mandatin e tretë. Në festën e fitores, tha se qytetarët i dhanë edhe njëherë besimin për stabilitet e punë konkrete. Sigur që kemi shërbyer 8 vite deri më tani, do të vazhdojmë punojmë për interesat e të gjithë qytetarëve të Klinjes. Uroj për këtë zgjedhje. Në radhën e fituesve të AAK-s, doli Ismail Latifi që e mori mandatin e 4 në krye të Rahovecit. Ndërkohë më i forti se këta të 4 pati dal Bashkim Ramosaj, që fitoren e mori qysh në raundin e parë dhe u nis rrugës së këtyre me mandatin e 3 rresht. Kështu Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës arriti t'i ruaj që të 5 komunat ku e kishte pushtetin, andaj kjo arritur nuk ishte si të mos kremtohej edhe në selin qendrore të partisë.